Mirëmbrëma të nderuar miq, ju përshëndesim nga Stambolli, unë Mimoza Elezi, me këngëtarin e merituar Mejit Şenol. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, iyi akşamlar efendim. Bu akşam çok güzel Arnavutça şarkılarla Murat ve Selim ile birlikte sizlerle olacağız ve tabii ki de Mimoza'yla. Pra, kemi grupin Sharena, kemi këngëtarin Mejit Şenol që i çan këngës shqiptare dhe kemi në filharmonikë dhe në org vëllezërit tonë shqiptar. Programi do të jetë me këngët e bukura të zgjedhura shqiptare. Programi ynë bëhet për të gjithë shqiptarët kudo në botë. Kërkesat tuaja janë themeli i programit ton. Me cilat këngë do e vazhdojmë programin, cilat këngë do marrim pjesë në program. İlk baş olarak Seç mu doshkjo zemër shkreta yapalım. Pra, le të vi kënga e parë, kënga Më ka marr malli për nënën time, ju o miqtë e mi. Të këndon Mejit Şenol. Ja dërgojmë të gjithë bashkëdetarëve, të gjithë emigrantëve kudo në botë. Seç mu doshkjo zemër shkreta Natë gurbetësi Në reksir me kaloj jeta Jore shokët të mi Kja i moje zemër mos po shok Digju shpirti Dite natë me lot po kjaj Ska njeri halin kjaj Kjaj moj zemër mos po shok Digju shpirti Dite natë me lot po kjaj Ska njeri halin kjaj Ej zemër moj Kjaj mos po shok Nono time, jore shokët të mi Se m'ka ritmen shumën dime Veshta shofë me sy Kja e moje zemër mos po shok Digju shpirti Dite natë me lot po kjaj Ska njeri halit kjaj Kjaj moje zemër mos po shok Digju shpirti Dite natë me lot po kjaj Ska njeri halit kjaj Ej zemër moj Kjaj mos po shok Moje zemër mos po shok Digju shpirti Dite natë me lot po kjaj Ska njeri halit kjaj Kjaj moje zemër mos po shok
Dishu shpirti Dite natë me loto kjaj S'ka njeri halli kjaj Eje se mërmoj Kjaj mos pusho Eje se mërmoj Kjaj mos pusho Një këngë që na prek zemrat, një këngë që prek zemrat e çdo mërgjimtari, është kënga e djemve dhe të vajzave të cilat janë larguar nga vendi i tyre, është kënga që bën të vajtoj çdo zemër nëne. Herkesin yüreklerini dokundun. Kesinlikle. Arnavutça gerçekten efsane bir şarkı, bir kurbet şarkısı. Kurbette gitmiş annelerine hasret duyan, evlatlarına hasret duyan bir annenin şarkısı. Bu şarkıyı nasıl öğrendin? Koyma sova këtë këngë Mecit. Ay, bunu her zaman söylüyorum ama sevgili Selim, Murat da biliyorlar. Tabii ki buradan da sevgili izleyicilerimize buradan gönderme yapalım o zaman. Ve selam da gönderelim. Buradan Bursa Zafer Mahallesi'ne selam gönderelim. Neden diyecek? Përshëndetje për shqiptarët në lagjen Zafer në Bursa. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu şarkıyı belki bir 25 sene önce Bursa Zafer Mahallesi'nde oturduğumuz bir kahvede sevgili Selim İyigün, Selim abimiz yani grup Estergon, yani çok eski bir gruptur. Selim İyigün abimiz okumuştu bir programda. Rica ettim yani bu şarkıyı bana yazar mısınız diye. Gerçekten o dönem bana yazdı ve aklımda kaldı. O günden bugüne bu şarkıyı sevgili Murat ve Selim'le birlikte seslendiriyoruz. Pra këtë këngë thotë kam dëgjuar për herë të parë para 25 vitesh në Bursa në lagjen Zafer nga Selim. Selim İyigün. Selim İyigün. Selim İyigün dhe që nga atëherë më ka prekur në zemër dhe vazhdimisht të këndoj. Unë këtë këngë ja dërgoj të gjithë shqiptarëve në Gjermani, veçanërisht mikut tim Shevqet Podgorica dhe të gjithë teleshikuesve kudo që janë.